Edi u hap përballë lavdrimit në një nga momentet më të ndjeshme brenda shtëpisë, duke treguar një shqetësim që prej ditësh e mbante brenda vetes. Zëri i tij ishte i qetë, por i mbushur me pasiguri dhe lodhje emocionale. Ai i tha hapur se kishte ndjerë një distancim të dukshëm nga Dolce, njoftoje që nuk mund ta injoronte më. Sipas Edit, Dolce nuk qëndronte më pranë tij si më parë. Nuk rrinte me të, nuk i afrohej spontanisht dhe ato momente intimiteti që dikur vinin natyrshëm, tani mungonin. Ai vuri re se puthjet ishin ralluar, përqafimet ishin bërë të ftohta dhe shikimi i saj nuk ishte më i njëjti. Nuk kishte më atë dritë, atë ndjenjë lidhjeje që dikur i bënte të ndiheshin afër edhe në heshtje. Edi i rrëfeu lavdrimit se ajo që e dhemte më shumë nuk ishte vetëm distanca fizike, por ajo emocionale. Ai ndjente se Dolce ishte diku tjetër me mendje dhe zemër. Shpeshherë e kapte duke humbur në mendime, duke mos qenë plotësisht e pranishme në bisedat mes tyre. Kjo gjë e bënte Edi të ndjehej i pasigurt dhe i pavlerësuar, sikur po humbiste gradualisht vendin e tij pranë saj. Në këtë rrëfim të sinqert, Edi shprehu edhe dyshimin që e mundonte më shumë. Ai mendonte se mendja e Dolces ishte te Benedico, italiani i Grande Fratello, një mendim që nuk e kishte të lehtë ta pranonte, por që ishte ngulitur në mendje për shkak të sjelljes së saj. Ai kishte vënë re mënyrën se si ajo fliste për të, interesin që tregonte dhe krahasimet e pashprehura që, sipas tij, krijonin një mur mes tyre. Lavdrimi e dëgjoi me vëmendje, pa e ndërprerë. Ai e kuptoi se Edi nuk po fliste nga xhelozia e verbër, por nga frika e humbjes. Nga ajo ndjenje e hidhur kur e ndjen se dikush që do, po largohet ngadalë, pa zhurmë, pa përplasje, por me heshtje. Një largim që dhem më shumë se çdo debat. Edi pranoi se kjo situatë po e konsumonte emocionalisht. Ai përpiqej të sillej normalisht, të mos ushtronte presion, por brenda vetes ndjente një zbrazëti të madhe. Çdo mungesë vëmendjeje, çdo shikim i sër,